për ta pastruar këtë protestë dhe për të qenë sa më Kjo është me saktë. hi syve. Kjo që po ndodh tani, hi syve se po ndodh diçka paralel, që është shumë serioze. Jo kjo nuk është, edhe kjo nuk është më pak serioze, është serioze. Por është një çështje që po ecën paralel tani, që është shumë herë më serioze se kjo. Po përpiqet që të kalojë një ligj në parlament për ndryshimin e gjinisë së fëmijëve. Po. Edhe do kalojnë në ligj, domethënë ato po përgatisin shkatrimin e të ardhmes të këtij vendi, që janë rinia. Do e kalojnë me lehtësimin më të madh. Nga një anë reklamojnë dylberizmin edhe të drejtat edhe këto trapliqet që na shesin, edhe nga ana tjetër po t'japin edhe atë, shikoj që brenda kuadrit të lirisë tënde mund t'i fush edhe një kput me asaj të vegles atje, edhe ktheu në shoqe. Edhe ajo po kalon tani. Për këtë nuk po thot njëri gjë. Për këtë. Po ja duke u marrë me këtë. Ti thua pra kanë krijuar këtë protestë për shpërqendrim vëmendjes te kjo siç ka po ndodh me që është shumë më serioze sepse i takon të ardhmes. Po prekin fëmijët. Ajo protesta që po ndodh tani që u bën 4 ditë atje, nuk e di, u prek kjo pjesa këtu? Preket. Po, prek kjo pjesa. Po, bravo i qoftë. Ka qenë pjesa e mirë e vogël që ka bërë këtë gjë duket. Preket, prandaj po them nuk është se po i bashkon njerëzit aty vetëm zvërneci. Po ajo që është më kryesorja që pse po ndodh kjo, do të dalim te ajo tjetra, sepse mos harrojmë që ai gjati 1-2 po na reklamon atë agjendën 2030. Po ai quan 2030, nuk është agjenda. Tani si do të kaloj ajo? Po të krijohet ai kaosi që këta duan ta sjellin këtu. Që të fillojnë të djegin institucione dhe objekte, makina, policisë, të thynë ato dyqanet, atë duan këta. Që të bëhet ky kaosi. Dhe çfarë presin nga kjo? Çfarë duan të nxjerrin nga kjo? Pastaj do dalin një nen i bukur atje në parlament. Edhe do të thotë pastaj që ti bëjmë ballë kësaj të revolte, se shikon na doli situata nga kontrolli, çive ku arritën njerëzit në ekstrem, duhet marrim një vendim të nxjerrim një ligj, një projekt ligj atje, ku në raste përsëritjeje ne ti ndërpresim këto dhe të jemi më të gatshëm. Kush është kjo? Bikqyrja. Të fillojnë të shtojnë kamerat gjithanej, edhe të fillojnë të digitalizohet situata gjithandej, edhe të jemi në kontroll kudo. Është si puna asaj që kemi përmendur disa herë kur duan të kalojnë kështu ato kamerat sensorët nëpër shkolla. Bëjnë gjoja si ku po janë ca rrugëçër atje, po i shesin drogë të fëmijëve të X shkolle atje, edhe për të marrë masa do fillojnë të fusin ca kamera aty të kalojnë fëmijët nga ca skanera aty. Këtë gjë duan ta bëjnë në mas tani me këtë që po ndodh. U çu gjithë ky popull që s'kishin ndikim partijak, e bën me kokën e tyre, mi po ajo koka e tyre është shive qa solli. Na solli djegje dhe kaos. Kështu që neve do vim me një ligj tani që ta paraprimë herës tjetër për të vi. Mirë, do ta bëjmë fundat e pyetjen. Do ta bëj atë pyetje që ta bërë në kafe çfarë. Edhe duhet të na lidhin. Atë që ke frita japësh si përgjigje. Atë do e përdorin atë të e kam bërë disa ka lënë pyetjet e njerëzve që janë shumë ata që po na ndjekin, i përshëndes shumë përzemërsisht ata që janë tek kanali Pisk. Edhe këtë diskutim, edhe diskutim që bëjmë vazhdimisht me njëri tjetrin është për të mirën, edhe këto diskutime, se normalisht kështu se kanë çuar situatën to. Na ka futur një lloj gjoje domethënë që vetëm shohim me dyshim, vetëm shohim çfarë do të gjoje, shohim kështu, po ndodh diçka thotë ne habitin, ne themi ora si ka mundësi që po ndodh kjo domethënë. Tu po ndodh një revolt qytetare, ne themi si ka mundësi domethënë. Më thuaj, por nuk jeton në bok perfekte më burr. Okej, kisha një pyetje thotë, a mos është lojë Ramës për me ia hek investitorëve që Rama nuk i pëlqen dhe me ia dhënë atij që Rama don, sepse dhuna më e egër ka ndodh dhe në Rjoll thotë. Pra ka pas dhunë edhe më të egër në Rjoll. Po, pikërisht. Më të egër ka patur dhe nuk pati reagime valla. Apo tani morën sinjalin këto tip freshistas që dolën për rrugë. Por këtu bëhet fjalë për sinjal valla. Nuk i di edhe ç'a janë këta. Edhe atëherë kur filloi ky tiku duke bëu ato fushatat e veta, që te thirrja e parë që bëri në shfaqjen e tip publike të parë që dolën në bulevard atje, nuk numëroheshin njerëzit më valla, ku doli gjithë ai popull aty më burr. Që e mbështes edhe ai polici portokallis atje, nga doli dhe ai doshë edhe ai llok më në vetë si duhet. Më bë kryetar. Si u bë, dhe të njëjtën shokim përsova edhe në atë ditë që bëri thirrje ky dhe u mbyll gjithë bulevardi. Tu si ke këto? Aty janë sinjale, mesazhe, gjona, çfarë janë të kapur, janë tipa, janë militantë. Nuk ka një mesazh. Si? Mu nuk ka një mesazh, nuk e di për ata që po na ndjekin, ka ardhur dikujt ndonjë mesazh nga këta që ju ndoshta e mendoni, si shikoni, si lexoni,
që mund të jenë të këtyre influencave. Por ti nxjerr lekun vetë valla, po këta tipat janë ato. Po ti nxjerr lekun vetë valla me kratë të Jo, po them do di, domethënë a ka realisht që shkojnë mesazhe nga Tiku, nga Qori, nga Shehaj, nga Rama, nga Berisha, ku do të skenaret, a ka njerëz që pak të mendojnë një herë veten si shqiptar, domethënë, nëse ka diçka tillë na e thoni. Na e thoni. Nuk ka rëndësi kush i bën ato çfarë duan të bëjnë me këtë ritëm thotë. Doni të vazhdoni me këtë ritëm, t'ju bëjmë tymi në kokë. Tumin, po, mbrapsht domethënë. Tamën në kokë dhe të rinë urtët. Komunisti Qori po ashtu është i futur në instanca fashiste komuniste thotë. Po. Edhe të njëjtë mendim ndam. Po sigurisht. Ateist valla, pritet gjë mirë nga ateisti valla, ai ka deklaruar vetë hapësi. Unë besoj tek ata që besojnë. Shifçi çfarë përgjigje legjere që dha diplomatët. Po ti vetë valla. Nëse PD ka marrë 500.000 vota, duhet të vinë në protestë. Njerëzit nuk duhet të vinë njerëzit, duhet të vinë në protestë njerëzit. Përshëndetje thotë. Sokol të përshëndes. Ato kanë bërë kallëzim në gjykatë e polici që padrejësit kanë bënë në rrjedh dhe spaku nuk hynin në rrjedh, por hyn në Zvërnec. Bravo. Si ka emrin ai? Një big up për atë që bëri këtë komentin. E kupton? Edhe spaku valla i tyre është. Po te kemi thënë. Edhe jo, ai po thotë se ka pasi që ka hy spaku, ka hy në Zvërnec, kurse në rrugë, pse ka shku në Po, vërtet nuk u mor fare me ato tjera të burr. Ka shku Zvërnecin në Spaku në Zvërnec. Pra me kanë marrë çështjen e Zvërnecit, s'ka lidhje, kanë kanë marrë. Përsipër ai gjërat po japin në drejtim tani. Edhe për shumë ato të tjera që përmendi ai djalë atje nuk u duk. Te kjo u duk. Domethënë sikur pritesh që të ndodhte me Zvërnecin, ka parasysh Trumpi, Ishulli, pikërisht me këtë. Edhe nga momenti që e ke parë nuk e di, është bërë një hartë tani, nuk e di kanë bërë çaçuna çkathët. Edhe kanë bërë me një shenjë shiri të kuq gjithë bregdetin e jugut. Pak a shumë edhe krahasimi që është bërë me Palestinën. Po, fikse ajo vjen. Ripin e Gazës. Po, edhe këtu kanë vendosur rip tani. E gjithë ai ripi që kanë vendosur me të kuqe e kanë blek ta çifullët valla. Domethënë ajo pjesa e asaj tokës ta ikun edhe. Ngeli të shit ky palla gjithanë valla, se këta mendojnë se sa herë që vin qeveri, automatikisht gjithë Shqipëria është pronë plakut tyre. Edhe mund t'ia shesin çdo miliarderi. Po ky është veni jon, dakor. Po ky është veni jon, po çfarë do të bëjmë ne për ta mbrojtur vendin tonë valla? Kjo është ajo pra. Këto janë dilema që kanë njerëzit. Çfarë do bëjmë Alex? Se po themi ripi kjo, po themi jo, po në fund. Qori përdor studentë se kemi miqtan që po na ndjekin, prandaj them që bëni pyetje, ti lexojmë gjithë apo i marr gjithë me radhë, kushdo që ka mendimin jeni të lirë gjithë, jeni të lirë. Qori përdor studentët, protestat duhet të jetë qytetarë dhe jo e formuar nga instancat politike në emër të Zvërnecit për të kap post politik komunist aq më tepër. Të ikin komunistat. Bravo. Po çfarë ai koment bukur tjetër? Si tha ky kafsha gjatë që do e çoj deri në fund. Për sa kohë jam unë në këtë pozicion, s'jam tu pyet fare, edhe kjo do bëhet pik maroj. Si tha, me një bindje kështu kardinali, aty s'ka që arrogancë ka ai më dha. Njerëzit u revoltu, ajo pjesa e shëndetshme, jo pjesa e këtyre politikave, këtyre të dangut. Pra ti vlerëson atë i pjesë mirë që është aty që është e shëndetshme. Ajo pjesa mirë që mori pjesa atje që ishte pastër atletare, aty i heq kapelen. I kapelen. Po mirë, pse ku i shef ti për shkak? Më thot pak si kupton ato që janë shëndetshëm. Po sepse disa e kanë besuar vërtet që ajo është një iniciativë pastër popullore dhe ti si kundër atyre që kanë shku për shkak, që kanë besuar. Jam shumë pro atyre, se ata me ndërgjegjen e tyre, me atë zemrën, me atë që ata ndjejnë për vendin tonë, u nisën pastër